një ndër themeluesit e ushtrisë shtirimtare të Kosovës, komandanti i përgjithshëm dhe udhëheqësi politik i ushtrisë shtirimtare kombëtare. Kur ata e quajtën terrorist, ai fitoi përkrahjen e gjithë popullit të tij. E legjitimoi ushtrisë shtirimtare kombëtare në vend dhe ndërkombëtarisht. Ishte fitimtar se kishte pas vetes gjithë të popull. Sot, ai udhëheq në paqe Bashkimin Demokratik për Integrim. Në krye të partisë së tij, ndryshoi kushtetutën e Maqedonisë, zyrtarizoi flamurin dhe gjuhën shqipe, legalizoi Universitetin e Tetovës, bëri që Shkupi t'i ngjaj Prishtinës dhe Tiranës duke sjellë Skënderbeu në zemrën e tij. Dhe të gjithë ne këtu në këtë shesh madhështor jemi tubuar për t'i thënë një zëri. Shkupi dhe mbar shqiptarët nga do që janë me ty o komandant. Tojmë në skenë liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Zoti Ali Ahmeti.